një lajm që është publikuar nga Financial Times që shefi i ushtrisë amerikane po zhvillon takime me zyrtar të sigurisë së Rusisë, por edhe ata Ukrainas në Abu Dhabi. Pra, duket se ka disa fronte negociatash në fushën e sigurisë, fushën diplomatike, fushën ushtarake. I vetmi shans, shpresë dhe mundësi është që të bien në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë. Prandaj flitet që zotëria në fjalë të biles pritet edhe në Moskë ardhja e tij për të biseduar me homologun e tij rus. Pra, do me thënë në nivelin e shefet të vështabeve apo të komandantëve ushtarak reciprok të dyja vendeve të kryen bisedime teknike me sa duket, sepse pikërisht kjo është ajo, do me thënë, për të realizuar. Dhe Rusia demonstron që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të gjejë një formulë bashkëpunimi mirë, po për shembull ndihmësi Ushakovit, jo më lart se dje, ndihmësi Putinit Ushakov deklaroi që propozimet e shteteve perëndimore të tjera perëndimore janë jo konstruktive dhe nuk mund të merren parasysh nga Rusia. Pra, ata janë pro propozimit amerikan fillestar që bëri Trumpi, por janë, siç deklaroi Ushakovi, larg realitetit ky propozimi europian që në fjalë nga vendet perëndimore. Po synon dhe po kërkon diçka tjetër Rusia përveç asaj çfarë po ndodh në Ukrainë, pra si pjesë, si pakete negociatave? Po, në fakt është me interes të madh nga ana edhe, domethënë, nga njëra anë po të shikojmë edhe mas mediat lokale, tërheqin vëmendjen jo vetëm për ndalimin e luftës në Ukrainë, por dhe për reinvestimin, rigjallërimin e ekonomisë ruse, sigurisht që sanksionet bëjnë punën e tyre, po ato janë, domethënë, shumë simbolike nëse doni ta them në mënyrë të drejtpërdrejtë që nuk ndikojnë në jetën e përditshme ashtu siç dëshironin perëndimorët. Dhe lufta ka nxjerrë në pak shumë vështirësira, por jo pamundësira për ekonominë ruse. Prandaj situata është, domethënë, me sa mund të jetë normale në luftë, po është normale. Mund të jetë paradoksale, domethënë, kjo shprehje, por është normale. Dhe domethënë gjithashtu mundësia e bashkëpunimit të vendeve, sidomos në zonën e Arktikut, shkrimin domethënë e kontratave dhe bashkëpunimin në fushën e nxjerrjes së mineraleve të rralla toksore, gjithashtu marrëveshjet për mos përhapjen e armëve nukleare. Të gjitha këto janë në një pjesë një marrëveshje të madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kuptojnë që me Rusinë ka shumë leverdi të bëjnë biznes, të bëjnë, domethënë, që është tema e preferuar e Trumpit, sesa të vazhdojnë luftën.